Miq të SHKBSH, mirë se vini në podcastin Ora e Lirisë. Jemi në këtë episod të dytë ku do të hedhim dritë mbi një program mjaft të veçantë i cili po transformon jetën e të dënuarve në burgjet e Shqipërisë. Quhet Udhëtimi i të burgosurit. Është një program i cili është ndërkombëtar, i sjell nga Prison Fellowship International, por tashmë është i përshtatur dhe i aplikuar edhe në realitetin shqiptar. Për këtë kemi të ftuar sot koordinatorin e projektit Ernest Shira. Nesti, mirë se erdhe, edhe është kënaqësi të jemi bashkë. Besi, mirë se u gjeta dhe kënaqësia është e gjitha imja. Edhe shumë faleminderit për ftesën dhe gjithashtu që më ftuat për të ndarë ide se si ka funksionuar apo si funksionon programi. Kështu që faleminderit. Veç kësaj, patjetër që do të kemi dhe biseda miqësore. Për shembull, një nga pyetjet që unë më pëlqen të bëj zakonisht është se si ndihesh tani përpara mikrofonit, se e di që është një përgjegjësi e veçantë. Unë sa herë që dal për shembull, edhe pse kam vite që jam shkëputur nga media, është gjithmonë ai emocioni të qenit përballë një përgjegjësie të tillë. Por duke pasur një mik dhe një koleg si puna jote, patjetër që është relaks dhe është më thjesht për ta bërë, kështu që faleminderit. Tani kalojmë tek thelbi, edhe do të flasim sot për programin Udhëtimit të burgosurit, Prisoner Journey. Më trego pak çfarë është ky program si projekt dhe cili është qëllimi i tij. Atëherë, Prison Journey është një program ndërkombëtar i International Prison Fellowship. Pra nuk është një program i krijuar në Shqipëri, autokton shqiptar, por është i marrë nëpërmjet një marrëveshje që ka SHKBSH-ja me Prison Fellowship International. Në vetvete është një program ungjillizues. Okej. Dhe si ka ardhur ose si është krijuar ky kontakti, kur ka nisur në Shqipëri të aplikohet si program? Edhe ndoshta një background ndërkombëtar se në sa vende zhvillohet edhe se si është si program. Zanafillën Prison Journey e ka në Church Soul në Angli dhe tani që flasim aktualisht janë rreth 10 milion të dënuar në të gjitha burgjet e botës, në 22.000 burgje të botës. Dhe duke parë që dhe vetë Jezusi ishte i dënuar, lindi nevoja që të krijohej ky program. Është krijuar në vitin 2001 dhe në Shqipëri ka ardhur në vitin 2014. Tani se njerëzit gjithë thonë, kur ka qenë Jezusi në burg, kujtojmë që përpara kryqëzimit u arrestua dhe u desh të që të mbahej në një pjesë tillë. Dhe pikërisht këtu ndoshta lind edhe ajo thirrja që Jezusi i bën edhe njerëzve, vizitoni të burgosurit dhe shkoni dhe vizitoni ata, sepse sa herë që bëni këtë, më keni vizituar edhe mua në burg. Pra, tani dua të di pak më shumë sa i përket përbërjes ose përmbajtjes së kursit. Çfarë përmban programi dhe sa javë zgjat si program? Programi si fillim është i bazuar në Ungjillin e Markut. Okay. Pra çdo pasazh që është në program ka të bëjë me Ungjillin e Markut. Është një program 8 javor ku mund të bëhet ose në 8 javë të ndryshme, por gjithashtu ti mund ta bësh zbatimin e programit edhe në një javë të plotë, por duke ndarë ditët. Dhe në fund të këtij programi, të dënuarit marrin një certifikat që normalisht atyre mund t'ju vlejë për ta çuar në gjykatë dhe e marrin si mas rehabilituese. Gjë kjo që ka rritur interesin akoma më shumë të disa dënuarve, edhe pse janë me backgrounde të ndryshme fetare. Ata të afrohen në kursin të marrin pjesë. Ajo që më pëlqen më shumë nga programi, meqense jemi te elementet, janë videot, të cilat duhet të thënë që janë dëshmi fantastike të njerëzve nga burgje të ndryshme, dhe nuk flasim këtu për të dënuar le të themi të çfarëdoshëm, por në shumicën e videove janë dëshmi nga njerëz që kanë qenë pjesë të bandave të mëdha, dhe më trego pak disa nga videot që përmban programi dhe domethënien e tyre ose rëndësinë e tyre. Patjetër, përpara se të kaloj pak ke videot, do shpjegoj vetëm diçka shumë të thjeshtë, që programi bazohet në 3 pyetje bazë. Kush ishte Jezusi? Pra kush është Jezusi? Pse erdhi ai? Dhe tani që unë e njoh atë, pra çfarë do të bëj me këtë gjë, me këtë lloj vendimi, sepse vendimi është vetjak dhe prandaj bëhet këto 3 lloj pyetjesh. Dhe patjetër gjatë këtyre 3 pyetjeve, neve e kemi bërë të mundur që ata të mund ta përjetojnë vetë. Dhe kush më shumë se sa një burgosur vetë mund të ta transmetojë këtë lloj transformimi. Kështu që Prison Fellowship International ka një personazh të njohur, Tuho Isaac, quhet zotëria, dhe është i dënuar
që ka pranuar Krishtin nëpërmjet këtyre 3 pyetjeve. Pra ai ka mësuar rreth Jezusit, kush ishte ai dhe mori një vendim. Dhe këto i ka mësuar, duhet të thënë që i ka mësuar gjatë kohës që ka qenë në burg. Patjetër. Kjo është e rëndësishme. Patjetër. Pastaj kemi disa dëshmi që për shembull unë dëgjoj atje në Kenya apo në vende të ndryshme ku patjetër edhe organizatat terroriste ose kriminale janë më të organizuara dhe kur ti dëgjon dëshmi nga njerëz që kanë qenë krerë të këtyre bandave, si për shembull në një nga historitë tregohet për konfliktin në Irlandë kur janë dy grupe rivale apo mos gaboj në Kenya, në një vend të Afrikës ku ka pasur luftë civile dhe kanë qenë pikërisht njerëz që kanë qenë pjesë të këtyre bandave dhe çfarë domethënie ka për të dënuarit kur dëgjojnë nga njerëz të tillë? Kjo është e bukur se ndarja e ungjillit transformon jetë. Edhe vetë të dënuarit kur shikojnë këtë pjesë, unë kam pasur rastin edhe fatin e madh të dëgjoj persona që thonë po pse ky Jezusi a mund të shëroj edhe persona të tillë që kanë qenë krerë bandash. Dhe kjo është ai gëzimi që na sjell neve ky lloj programi dhe impakti që lën tek të tjerët. Edhe ti ke kënaqësinë e parë që të vesh re transformimin që ndodh në jetën e këtyre të dënuarve. Më trego pak në një ndryshim rrënjësor që ti ke vënë re vet, po edhe që dëgjon nga reagimet e bashkëvuajtësve që dallojnë atë elementin jetë ndryshues tek jeta e pjesëmarrësve në kurs. Për shembull thotë, "Ore që kur ka filluar të vinë në kurs, duket diçka ndryshe, ndoshta një rezatim ndryshe." Çfarë janë ato fjalët që dëgjon më shpesh për sa i përket impaktit që ka pasur programi? Në fakt nuk jam vetëm unë i cili marr impaktin e parë, sepse ne punojmë nëpërmjet kapelanëve, sepse normalisht ne jemi shtrirë në të gjithë territorin shqiptar, aty ku ka burgje. Kështu që kapelanët janë pastorët e burgjeve dhe ata gjithashtu e ndjejnë këtë ndjesi të transformimit. Por normalisht edhe unë vetë kur kam qenë brenda burgut kam parë edhe një ndër to ishte kjo pjesa që sapo ta thash që si ka mundësi që Krishti mund të transformojë një njeri si puna ime. Edhe kur ti dëgjon, ti e kupton vërtet që vetëm Krishti arrit të vendosë të lloj mendimesh në trurin edhe në kokët e tyre. Edhe kemi ndonjë histori specifike që ti mund të ndash që ndoshta edhe për mua mund të jetë gura im, se ndoshta ne bisedojmë shpeshherë këtu në ambientin e punës, edhe ndajmë bashkë dëshmitë, po mund të kenë ndonjë gjë që gjithmonë e dëgjojmë për herë të parë, po edhe për ato dëgjues që na ndjekin. Po. Në fakt unë tani e kam pak vështirë se duhet të zgjedh se çfarë dëshmie të t'jap, por ke kohën tënde, mund të ndash 2-3. Po, më vjen në mendje një i dënuar i cili ishte në mezomosh. Dhe për shkak të backgroundit që ne si shtet kemi pasur, shtet komunist, ai nuk besonte në asnjë lloj besimi, pra ishte ateist, le të themi. Dhe në një qysh në orën e parë të mësimit, ai erdhi drejt nesh dhe tha që shiko, unë do vi këtu për të marrë këtë certifikatën sepse më duhet për rehabilitim, kur unë mund ta jap në gjykat këtë si dëshmi që unë jam rehabilituar. Dhe ishte shumë i rregullt, ishte aktiv gjatë orëve të mësimit, sepse vetë programi është vetë zbulues, pra është një program pyetje edhe përgjigje, pra nuk është se neve shkojmë edhe predikojmë. Dhe ishte një person shumë aktiv. Edhe në të 7 javës ai ishte aty, ishte prezent, ndërsa në javën e 8 kur neve shkojmë, nuk e gjejmë brenda në sallën e kultit ku ne zhvillonim programin. Dhe menjëherë pyetem sepse normalisht ishte, le të themi, nga pjesëmarrësit më besnik, më aktiv dhe më besnik në atë kurs. Dhe morëm përgjigjen e mirë që shiko, ai ka dalë jashtë burgut tashmë. Është liruar dhe mund të jetë me familjen e tij. U kënaqem pa mas, patjetër, por në atë javë ne kishim edhe certifikimin, për të bërë certifikimin edhe ai do të merrte një certifikat. Ndërkohë gjithmonë pas mbarimit të kurseve ne kalojmë një komisie me ta dhe ndanim informacione të bazë. Normalisht si ku jetojmë për të krijuar një impakt një lloj marrëdhënie me ta. Dhe gjatë këtyre javëve kishim ndarë se ku jetonim edhe kështu, edhe kishim thënë që shiko, unë zakonisht lutem nga ora 6 me 7 edhe eci rrugës, kemi një rrugë neve që bëjmë atje. Dhe po atë ditë zotëria, sikur kishte bërë një pakt me Perëndin, kishte thënë Zot, nëse ti ekziston vërtet, unë dua që në këtë orë, në këtë lagje dhe në këtë rrugë të takoj dikë. Dhe unë do të tregoj edhe foton, se e kam dhe ndoshta do të ta jap më vonë.
Dhe rastësisht atë ditë po binte shi, ai ishte i lagur me një biçikletë dhe kishte gati 10 ose 20 minuta që vërdalliste në rrugën ku unë isha aty. Në lagjen ku ai dinte që ti banoje? Po, në lagjen ku unë banoja dhe e takoj aty. Dhe kur e takoj, ai më përqafoi fort, edhe tha tani e kuptoj që Perëndia yt që ti ke prezantuar në këto 8 javë që nga i vërtet, sepse kam bërë këtë marrëveshje me të dhe unë u takova sot me ty. Ishte shumë, domethënë se për mua, se si Zoti vepron në jetët e njerëzve. Po çfarë ndodh në përgjithësi me personat që mbarojnë kursin 8 javor, edhe vazhdojnë të jenë ende të dënuar, pra vazhdojnë dënimin e tyre në burg, si funksionon? Çfarë kontakti krijohet me ta? Çfarë vazhdimësie ka me këta të dënuar? Atëherë, në momentin që ata marrin kursin e udhëtimit të burgosurit, patjetër kapelani vazhdon edhe fillon disa kurse të tjera dishepullizimi. Pra, ose janë takime 1 me 1, ose të studiojnë fjalën së bashku, siç ndodh në kishat jashtë, e njëjta gjë ndodh edhe në kishën brenda burgut. Dhe pastaj, dal ngadalë me hapjen e radhës, ata mund të bëjnë pjesë e kishës brenda burgut. Dhe ka ndodhur shpesh kështu, saqë vetëm në 3 mujorin e kaluar ne kemi një dëshmi shumë të bukur që pasi ata kaluan nëpërmjet kursit të udhëtimit burgosurit, kaluan edhe kursin e dishepullizimit, ne kemi pagzuar gati 3 persona. Dhe kjo ka ndodhur në JVP Fushkruj. Edhe jemi shumë të lumtur që tashmë ata persona ja kanë dhënë jetën e tyre Krishtit. Lavdi Zotit. Dhe tani së fundmi, do doja që të ndaj një thirrje, një mesazh për ata që na ndjekin edhe që nuk e kanë idenë fare se çfarë ndodh me shërbesën e burgjeve. Perceptimi i parë i njerëzve është që të burgosurit, që patjetër që janë atje për një arsye të shkeljes së ligjit, përse pikërisht me këtë kategori kur mund të investohet ose mund të punohet me njerëz të tjerë më në nevojë, çfarë mesazhi do të ndaje, pse është e rëndësishme dhe inkurajuese të punosh me të burgosurit? Mesazhi im është ky që pas çdo dënimi fshihet dikush, fshihet një dënuar, një njeri, por i jepet mundësia për të mësuar, për të reflektuar dhe për të ndryshuar. Dhe dua ta mbyll me këtë që bëj për të tjerët atë që do të donin të bënin për ty. Faleminderit për mesazhin edhe për historitë që ke ndarë. Faleminderit ty, Besi. Ndërkohë, e mbyllim kështu këtë episod duke shpresuar që keni marrë një dozë inkurajimi për sa i përket asaj çfarë keni dëgjuar mbi shërbesën e burgjeve, për më tepër mbi programin e udhëtimit të burgosurit. Nëse dëshironi të jeni pjesë aktive ose të merrni pjesë të shikoni nga afër se si funksionon një kurs, mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe Facebook, dhe sigurisht mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.